Prokuroria e Tiranës ka marrë nën hetim 2 ginekolog pasi një fosh humbi jetën gjatë lindjes, ndërsa ndaj tyre është ngritur akuza për neglizhencë të trajtimit mjekësor. Sipas organit të akuzës, mjekja që u kujdes në procesin e shtatzanisë si dhe mjekuroje i gatshëm në kundërshtim me detyrimet e tyre profesionale kanë qenë faktori vendimtar që çuan në zhvillimin e një procesi të rrezikshëm të lindjes, i cili përfundoi me humbjen tragjike të jetës së një fëmie të përsalindur. Hetimet ndaj 2 ginekologëve, Ervis Vata dhe Aida Hoxha, tek materniteti Koçoglozheni nisën pas denoncimit të nënës së foshnjës pasi humbi jetën gjatë procesit të lindjes. Nga aktet e ekspertimit, sqaron prokuroria, doli qartë se vdekja e foshnjës erdhi si rezultati i dëmtimeve të rënda gjatë lindjes, të shkaktuara nga përdorimi i forcepsit, një mjet që përdoret zakonisht në lindjet e vështira kur lindja natyrale nuk përparon ose kur është tepër vonë për ndërhyrje kirurgjikale. Sipas aktit të ekspertizës mjekoligjore, dëmtimet që çuan në shok traumatik hemoragjik të foshnjës nuk janë pasojë e një komplikacioni të paparashikueshëm, por rrjedhoi direkte mungesës së ndërhyrjes në kohë që do të kishte shmangur përdorimin e forcepsit nëse lindja do të ishte bërë me seksio cesarian, siç ishte planifikuar paraprakisht.